Tani, çështja është shumë e thjeshtë, siç e shohun dhe siç e shohim ne. IGEUMi është një institucion i cili ma përgjegjësi e tij. Po nuk duhet harruar, sikurse u tham edhe më herët nga kolegu, që në 2006 është bërë dhe një reformë mbi institutet që jemi edhe në këtë farë situate sot. Por nga ana tjetër është dhe fakti që ne sot marrim në shpatlla, sikurse tham dhe më herët edhe për pjesën e internetit, gabimet, paktën kështu i shohun personalisht, janë bërë në 35 vitet e fundit apo ndoshta edhe 40 vitet e fundit. Përsa i përket përmbytjeve që u flisim më herët dhe u cek mjaft mirë, ne kemi 400 diga që janë dhe rezervuare, të cilët ne thjesht dhe me studimet që kemi bërë 2 summer school të 2 vitet e fundit dhe kemi parë që basene që duhet të kenë një thellësi 18 metroshe sot mund të jenë të mbushura nga sedimente, sepse ajo që ka ndodhur që në kohën e monizmit, kur ishe parimi që do t'i hyjmë kodrave dhe do t'i bëjmë fusha, dhe kjo solli, po ta mbaroj, do t'jap dy element, do t'jap dy element gjallë që ti ketë me jetë gjatë, tani. Atëherë do t'jap 2-3 element shkencor për të shpjeguar se si funksionon fenomeni i mozotërisë në kohën e Verhoxhës të vitë lekët Atëherë, erozioni që kemi ne sot ka filluar, erozioni që kemi filluar ne. Po ku ti shkon edhe mendje të kalbe burgjeve. Toka bujqësore, ne sot humbim. Po të lutem tash. Me dhjetra dhe me qindra hektar çdo vit. Ai regjim që gjakatar po s'kishte dhe tokë bujqësore. Më fal. Tani këto sedimente, jo, tani ta mbaroj një fjali dhe pastaj tani nga Saliu kaluam te Enveri. Tani fajin e kanë Verhoxha. Tani po të keni durimin me kam durimin profesorin. Tani se i dhe fjalën ose blushi jo do të dëgjojnë nuk do flasë. Mbaje fjalën. Për ta bërë pak si. Po jo, për ta bërë pak shumë unë ja ekspert është kjo. Ose të blushi po ta bërë fjalën. Ja për ta bërë që t'jap mundësinë për ta mban fjalën në emision, po nezën për në zonat urbane, thotë, më fal, IGEUMi në zonat urbane, në këto qarqe, pra në gjithë qarqet mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara në varësi, thotë IGEUMi, të gjendjes së kanalizimit. Tani ju lutem ta gjendë Ne po flisim për fenomenin e përmbytjes. Ne po flisim për fenomenin e përmbytjes. Shkencërisht, ju e dini që dhe ato që ne quajmë trash dhe për publikun lavatricet. Pra, marrjet e inerteve nga shtrati i lumit, ato gropat që krijohen kur merren inertë nga shtrati i lumit. Ju e dini që teknikisht borbullat të lutem ta mbaroj. Borbullat që formohen ndihmojnë. Më fal, do të flas për Durrësin, nuk flas për gjithë Shqipërinë dhe fenomenin e përmbytjes. Po Durrësi është për sot nuk ka Tedi është duke thënë në mënyrë teknike. Tani unë nuk mund të flas për sistemin e kanalizimit të Durrësit sepse nuk është profilim dhe nuk mund ta lësh profilit, e njoh shumë mirë ndoshta realitetin e sismik dhe të gjitha Durrësit, sa janë vetë Durrësak. Por, një problem që është, meqense më pyet më herët, çfarë është fenomeni i përmbytjeve. Pra, te fenomeni i përmbytjeve ndikon edhe ajo gropa që merren inertë që ne marrim dhe që sot asnjë erozioni bregor që bëjmë rrethorte gjatë bregdetit dhe ndërkohë futet deti, kemi humbur 135 metra vi bregdetar. Shëndet fjalë vërtet. 25 konfirmon edhe kjo testim 25 vitet e fundit dhe kjo do jetë ajo e ardhmja që ne po përgatisim pikërisht nga marrja e inertë, të cilët kur kemi këto prurje të larta, automatikisht ndihmojnë vetë lumin që dalin nga shtrati. Dhe kemi dhe këto urat që po shohim dhe këmbët e urave që kanë dalë në sipërfaqe dhe siç ndodhi dhe me urën e mbretit Zog që pati dëmtimin e urës që është dhe monument kulturore. Pra, çështja është më komplekse do thoja unë. Pra, ne patjetër pjesa e mirëmbajtjes, ajo i takon më shumë pjesë vendimarrjes dhe politikës dhe sikurse u tha edhe më herët, duke njohur dhe shifrat dhe investimet, ju mund flisni më mirë, po teknikisht ajo që mund të them unë është që këto fenomene do të jenë gjithmonë e më frekuente. Pra, ju mendoni është nuk përballohemi me situata, me fenomene, unë flas fenomene natyrore. Pra, ky është fenomen natyror. Atë një sekond. Erozioni është fenomen natyror. Tjetërsimi i inerteve është fenomen natyror. Thellimi i lumit, sepse lumi thellon veten në momentin që ti merr shtratin, është fenomen natyror. Erozioni që bregdetar është fenomen natyror. Të gjitha këto fenomene në një kontekst me ndryshimin e klimës, pastaj vendimarrja duhet të jetë përgatitur për këto fenomene dhe pastaj të marrë masa unë. Shiko, është fatkeqësi natyrore apo njerëzore? Shiko, për mendimin tim mbetet gjithmonë fatkeqësi natyrore në momentin që ne nuk heqim të gjithë këto faktorë, të gjithë këto aktorë që janë pjesëmarrës aktiv, le të themi, dhe kanë impaktin e tyre në këto fenomene. Ishte shumë diplomatike si përgjigje. Jo, nuk është diplomatike. Kjo në momentin që ne, atëherë, e dikush ka qenë problemi, ju heqi paralelizëm me tërmetin e Durrësit. Me shumë emergjenca, se unë jam kam qenë pjesë e emergjencës civile italiane për 10 vjet dhe kemi përgatitjes si gjeolog për ndërhyrjen e shpejtë dhe bashkë me ushtrinë atkoh nga Protezione Civile Italiane dhe ishte shumë e thjeshtë kur ra tërmeti në Aquila që ne shikonim fenomenin që ndodhte lëngëzimi për shembull i trullit dhe godina u dëmtonte. Në Durrës ne kemi patur fenomene të lidhura me efektet
e tërmetit në terren. Por nga ana tjetër kishim ndërhyrjen strukturë, kishim prerjet e kollona, kishim rritjet e kateve që e bënin më të artikuluar. Jemi në tjetër situatë. Pra, këtu kemi fenomene natyrore të cilat bashkëlidhen me pjesën tjetër që u tha më herët.